është emri më i përfolur në mediat sociale kohët e fundit. Po flasim për Xheneta Fetahun, që pas përfundimit të shtëpisë më të famshme në Kosovë, emri i saj përmendet ngado. Para disa ditësh, ajo bonte gjestin në çdo deklaratë të saj, dhe së fundmi ajo shpreh se e ka lënë pas historinë me gjestin dhe tani më është në një lidhje me një djalë tjetër. Ditën e djeshme, Xheneta Fetahu është surprizuar pikërisht nga i dashuri i saj më i ri. Gjatë emisionit, në të cilin Xheneta ka rolin e opinionistes, moderatorja e emisionit tregoi që Xheneta ka ditëlindjen. I menjëhershëm ishte dhe urimi i të dashurit të saj nga Dubai. Të dua, ja kthem përgjigjen ku shihen plot emocione. Me sa duket, Xheneta Fetahu tashmë ka gjetur lumturinë e saj për këtë dashurit më të ri. Ne duhet të rikujtojmë se Xheneta para disa ditësh publikoi disa mesazhe zanore me Drilon Ramën, ku tani do të përballet me procedura ligjore. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.